Sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane shpreu në përmbledhjen në deklaratën e saj në cilë përmblodhi çështjet kryesore të asamblesë, një ndër të cilat ishte Shqipëria, narkoshteti shqiptar dhe lidhjet e të mërshme me kartel të drogës të qeverisë shqiptare. Por, përveç kësaj, si që jeni informuar, Asambleja e Përgjithshme e Internacionales Demokratët të Qendrës miratoi një rezolut të veçantë edhe për Shqipërinë. Në këtë rezolut, po lexoj, thuhet: duke marrë parasysh raportin final të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 në Shqipëri, duke marrë parasysh treguesin e sundimit të ligjit 2025 të World Justice Project, raport në Departamentit të Shteteve të Bashkuara për klimën e biznesit 2025 në Shqipëri, duke marrë parasysh kriteret e Kopenhagenit, dokumentin e Kopenhagenit të OSBE-s vitit 1990, kodin e Komisionit Venecias për praktikat e mira në çështje zgjedhore dhe kartën europiane të vetëqeverisjes vendore, duke marrë parasysh rezolutat e mëparshme të miratuar nga EPP, CDI, IDU, lidhur me regresin demokratik dhe korupcion në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin se Shqipëria ka pasur një regres të thellë demokratik, shkrirjen e partisë në shtet, drejtësinë selektive dhe depërtimin sistemik të krimit të organizuar në strukturat politike dhe ekonomike dhe duke theksuar se Shqipëria drejt Bashkimit Evropian, rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë në bazë merite e kushzuar me progres të matshëm në demokraci, sundimin e ligjit dhe drejtat e njeriut. Rezoluta vazhdon në çështjen 1. Integriteti zgjedhor konstaton me shqetësim të thellë gjetjet e raportit final të OSBE-ODIHR-it, i cili konfirmon shkrirjen sistemike të pushtetit shtetëror me atë partjak, keqpërdorimin masiv të burimeve publike dhe klimën e intimidimit, të drejtësisë selektive që pengoj konkurencën e barabartë, vëren se ODIHR dokumentoi blerje votash, ndërhyrje të krimit në zgjedhje dhe rrjetet e patronazhit që shkëmbenin vendet e punës, përfitime dhe leje për vota. Forcat e rendit vepruan në mënyrë selektive duke forcuar pandëshkueshmërinë.